Opozita e drejtuar nga Sali Berisha është vendosur të mos pranojë rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, ku koalicioni i drejtuar nga Partia Demokratike, Alanca për Shqipërinë Madhështore, mori vetëm 50 mandate, ndërsa Partia Socialiste siguroi një rezultat historik me 83 mandate, duke marrë mandatin e 4 qeverisës me kryeministër Edi Ramën. Për ta çuar deri në fund misionin e saj, Partia Demokratike është futur në një fazë të dokumentimit të atyre që ajo i cilëson si krime elektorale, për t'i dërguar të miqtë ndërkombëtar dhe t'i bindë ato që të mos i njohin zgjedhjet, ndonse 47 liderët europian ishin në Tiranë me 16 maj në samitin e Komunitetit Politik Europian, ku shumë prej tyre u përfaqësuan nga kryeministri Rama. Por përpara këtij hapi, Partia Demokratike për javësh denoncoi në opinionin publik çdo tentativë për manipulimin e zgjedhjeve, tentativë për blerje votash dhe intimidim të votuesve. Më datën 19 maj, më pak se 48 orë nga hapja e qendrave të votimit, eksponent Partisë Demokratike bllokuan 2 automjete në Marçellare, në të njëjtin prej të cilëve ishte dhe sekretari politik i Partisë Socialiste në Klos dhe 2 persona të tjerë. Në njoftimin zyrtar, policia e shtetit tha se Xhemal Xhungshi, kandidat për deputet i subjektit politik Partia Demokratike, telefonoi sallën operative të vendorës të policisë Dibër, u shprehi se në Marçellar, përfaqësues të subjektit politik të Partisë Socialiste dyshoi që shpërndanin shumë aparash në këmbim të votave banorëve të kësaj njësie. Menjëherë pas sinjalizimit, në terren është dërguar një grup i posaçëm hetimor i drejtorisë vendore të policisë Dibër, i cili në drejtimin e SPAK dhe prokurorisë së rrethit ka kryer veprimet e para procedurale dhe hetimore. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, materialet janë referuar pranë SPAK për veprën penale korrupsioni aktiv në zgjedhje, por në hetim u përfshin 4 mbështetës Partisë Demokratike së bashku me Xhemal Xhungshin, kandidati PD-ASHM për deputet në Dibër, për veprat vetgjyqësie dhe pengimi i qarkullimit të mjeteve transportit rrugor. Në media u tha se në automjetin e dytë udhëtonte biznesmeni Fiqiri Pali, brenda mjetit të cilit u gjeten $450, 1000 pound dhe tollona nafte. Fiqiri Pali, pronari Sirena 2F, raportohet se ka marrë tendera nga bashkitë Peshkopi dhe Mat. Automjeti luksos tip Mercedes Maybach, i ndaluar nga eksponentët e PD-s, mësohet se është i biznesmenit Pali. Më 10 maj, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha publikoi një video që i kishte mbërritur nga qytetari digjital, ku denonconte blerjen e votave në Shkozet të Durrësit. Sot në zonën e Shkozetit, 18:47, personat e quajtur Ard Nova dhe Laku me një motor po shpërndanin zafre nëpër shtëpia, shkruante Berisha duke e shoqëruar me video. Një ditë pas zgjedhjeve, në rrjetet sociale qarkulloi një video e shkurtër me të cilën shihej një antare një qendre votimi që fuste materiale zgjedhore poshtë tavolinës, por pa u specifikuar nëse ajo kishte ndodhur më 11 maj apo në zgjedhjet kaluara. Por si u përgjigj institucioneve ligjzbatuese ankesave dhe denoncimeve të opozitës për shitblerjet votave, denoncimet e përmendura më lart, të tjera të opozitës u vunë në lupën e policisë dhe SPAK, që kishte ngritur dhe një task force për krimet zgjedhore. Më herët, më 16 maj, policia e shtetit njoftoi procedim penal të gjendjes së lirë ndaj Gjin Xhonit, kandidatet për deputet Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës. Procedimi nisi pas një kallëzimi të bërë nga disa mbështetës të Partisë Socialiste. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, Xhoni akuzohet për veprën penale të shpifjes, të cilën e ka publikuar në rrjetin social Facebook, identiteti 5 shtetasve, të cilët akuzon publikisht për blerje votash dhe intimidim të zgjedhësve. Personat që paraqiten kallëzimin janë shtetasit DP, EL, ES, PG dhe RN, të gjithë përfaqësues apo simpatizant të Partisë Socialiste, të cilët pretenduan se postimi i Xhonit ka cënuar integritetin e tyre dhe është i pavërtet. Materialet në ngarkim të Xhonit u referuan në prokurori për veprime të mëtejshme. Më 18 maj, policia e shtetit ka njoftuar për një operacion të kryer në kuadër të dyshimeve për krim zgjedhor në Kavaj. Policia kreu kontrolle në banesat dhe ambiente që ishin në pronësi të ish kryebashkiakut të Bashkisë Kavaj Elvis Roshi, si dhe kontrolle të 4 personave të tjerë. Ish kryebashkiakut të Kavajës ju sekuestrua telefoni. Gjatë kontrollit u ushtruar ndaj shtetasit ER, 50 vjeç banues në Kavaj, ju bllokua telefoni celular, si dhe një ambient në pronësi të cilit u gjetën dhe sekuestruan fatura, kupona nafte dhe lista zgjedhësish, tha policia në njoftimin zyrtar të saj. Më 19 maj, në një javë pas përfundimit të zgjedhjeve të 11 maj 2025, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe Byroja Kombëtare e Hetimit zbarkoi në Elbasan, Peqin dhe Librazh me qëllim për të hetuar krimet e mundshme zgjedhore të ndodhura në këtë qark. Hetimet e përqendruan si një fazë parazgjedhore
ashtu si në ditën e votimit. SPAK dhe BKH shkuan të mbledhin prova, dëshmi dhe materiale që mund të dokumentojnë raste të tilla, si blerje vote, kërcënime ndaj votuesve, shfrytëzimi pa ligjshëm i administratës publike nga ana e disa kryebashkiakëve për qëllim elektoral apo përfshirje të disa bizneseve të mëdha, si edhe të grupeve të strukturuara kriminale në procesin zgjedhor. Grupet hetimore janë duke analizuar pamjet filmike, komunikimet elektronike dhe të dhënat të tjera relevante me qëllim zbardhjen e plotë çdo rasti që mund të përbërë shkelje të ligjit zgjedhor dhe atij penal. Një nga proceset më të kontestuara nga opozita për zgjedhjen e 11 majit ishin votat e diasporës dhe veçanërisht ajo në Greqi. Partia Demokratike nisi një luftë procedurale për të ndaluar numërimin e fletëve të votimit që vinin me zarf nga Greqia, por më 16 maj ishte kolegji zgjedhor që mori vendim për të rrëzuar kërkesëpadinë e Partisë Demokratike, e cila kërkonte shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Administratës Shtetërore. Partia Demokratike kishte kundërshtuar lejimin e numërimit të votave të diasporës nga Greqia, duke e konsideruar këtë një shkelje të procedurave. Kreu i KQZ-s Ilirian Cilibashi pranoi ankimimin e PD-s dhe urdhëroi pezullimin e numërimit për votat e Greqisë, të cilat u veçuan nga zarfet e tjera. Ndërkohë KAS rrëzoi urdhrin e Cilibashit dhe vendosi që të pranojë numërimi i këtyre votave si pjesë e procesit zgjedhor, duke cilësuar si të pavlefshme kërkesën e Partisë Demokratike, duke konfirmuar kështu vlefshmërinë e numërimit të votave të Greqisë. Aktualisht ka përfunduar procesi i numërimit të votës diasporës, ku shumica e tyre është në favor të Partisë Socialiste. Përfundimi i betejës së partive për çdo votë i la radh betejës së kandidatëve brenda vetë subjekteve zgjedhore. Jo më pak raste edhe këtu kandidatë të caktuar pretenduan se vota u manipuluan nga numëruesit në favor të një kandidati tjetër të së njëjtës listë. Rasti më flagrant ishte ai në Kashar, ku godit me grushta sekretari KZAZ. Shkak për këtë sherr ishin votat preferenciale mes kandidatëve të Partisë Socialiste. Ngjarja u dënua me shpejtësi ndërsa KQZ reagoi menjëherë. Diferenca e ngushtë e sollën edhe përplasje mes miq në parti që kontestonin rezultatin, madje edhe me kërkesë drejtuar KQZ-s, që pati nevojë dhe për ndërhyrjen e vetë kryesocialistit Edi Rama. Lufta për çdo votë mes Xhemal Çefalis dhe Ornaldo Rakipit ishte e ashpër. Rakipi arriti të marrë mandatin e deputetit me një diferencë që në fund shkoi rreth 500 vota, por që gjatë gjithë procesit të numërimit ishte e barabartë. Kjo detyroi Çefalin të kërkonte nga KQZ pamjet filmike të procesit të numërimit të votave. Të njëjtën kërkesë e bëri dhe Blerina Gjylameti, kandidate e Partisë Socialiste në Tiranë. Gjylameti e humbi mandatin e deputetes pas një lufte të ashpër me kandidatën tjetër të Partisë Socialiste, atë me Olta Gjaçka. Në fund ishte Gjaçka që ju gëzua mandatit, pasi siguroi 140 vota më shumë, fal 160 votave më shumë se kolegja, e cila ishte socialiste në diasporë. Edhe dy socialistë të tjerë, Marieta Neli dhe Frog Gjini, ishin të pakënaqur me numërimin dhe kishin dyshime. Por zyrtarisht të 4 kandidatët e Partisë Socialiste tërhoqën ankimimin e tyre në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku kërkuan administrimin e pamjeve filmike nga procesi i numërimit. Tërheqja e ankimimit erdhi menjëherë pas mesazhit të dërguar nga kryeministri Edi Rama më 19 maj. Kryeministri Rama u ka dërguar një mesazh kandidatëve për deputet socialist që humbën garën pas përfundimit të procesit të numërimit të votave preferenciale të diasporës. Rama i këshillonte që të mos ndiqnin rrugën e ankimimit, por disa veprime të izoluara që synojnë kontestimin e rezultateve përmes kërkesave për rinumërim apo hetim të votave preferenciale. Kryesocialisti ishte i qartë kur u dërgoi mesazhin, ka marrë njoftim me trishtim për disa iniciativa individuale për të kërkuar filmime, rinumërime e ku diun se çfarë tjetër për votat preferenciale. Natyrisht që unë nuk ndaloj askënd të veproj në kokën e vet, por duke qenë se këtu në këtë dritare jemi ende një skuadër, dhe unë dua që këtu të mbetemi i do këshilloja që të mos i hyet asaj rruge, sepse së pari humbja në gare s'duhet të bëhet shkak për të humbur edhe fytyrën, kur në fakt nuk ka asnjë shans, zero, që me gjithë ata sy mbi ekrane në këtë devijim me vote në përmasa që do të mbushnin hendekun e kujdo qoftë me ato që kanë dalë fitues, jo me 10-20, por më shumë më tepër vota diferencë nga pasuesit në klasifikim. Së dyti, kjo do të thotë të hidhet hije mbi njerëzit tanë, që ka qëndruar pafundësisht në përtryeza numërimi e që nuk e meritojnë kërkund një hije të tillë dyshimi për kontributin e tyre të madh. E së fundmi, përfityrojnë e veten se sa keq do të ndihet kushdo që do të hyjë kësaj rruge, duke ushqyer qenerinë mediatike, por në fund mali i mbarsur duhet të mos pjell asnjë mijë. Në këtë mënyrë,
Kryeministri Rama u mbylli gojën dhe sytë socialistëve që kërkuan transparencë me vota preferenciale plot 15 vite nga greva e tyre e famshme 20 ditore e majit 2010 për verifikimin e votave në kutitë e votimit në zgjedhjet e vitit 2009. Në atë kohë Rama u zotua për transparencë të çdo vote, ndërsa 15 vite më pas kërkon që të vetët të heshtin, ndonse nuk dihet me saktësi nëse ka pasur apo jo parregullsi dhe nëse ato mund të kenë ndikuar në rezultatin përfundimtar të kandidatëve. Pas kryeministrit, ishte edhe Taulant Balla, drejtuesi politik i Partisë Socialiste për Diasporën, që i bëri të qartë humbësve të garave se ankesat janë të ligjshme, por vetëm partitë politike janë subjekte që kanë të drejtë për t'i paraqitur ato. Tërheqja e kandidatëve socialist u shoqërua dhe me reagime për të ndreshur sjelljen e tyre brenda partisë. Në një dalje publike, Xhemal Çefalia tha me humor se ai kishte votuar në të njëjtin vend me kryeministrin dhe shpresonte që kryesocialisti të kishte votuar deputetin e zonës, duke nënkuptuar vetë atë. Po ashtu, edhe Blerina Xhulameti reagoi, duke thënë se nuk ka humbës në këtë garë, ka vetëm të fituar dhe unë besoj këtë me gjithë zemër. Ne nuk bëjmë luftra të vogla, ne bëjmë betejë të mëdha për njerëz, as pak për veten tonë. Ndërsa kjo luftë brenda llojit duket se u mbyll shpejt në Partinë Socialiste, pas mesazhit të drejtë për drejtë të kryeministrit Edi Rama, në kampin opozitar nuk është e njëjta situatë. Zyrtarisht, Ilir Ali Mehmeti dhe Altin Goxhaj në qarkun Tiranë, Aulon Kalaja dhe Iliriana Kuçana në qarkun e Durrësit dhe Shkelqim Shehu në qarkun e Kukësit duan të shohin me sy të tyre numërimin e votave preferenciale për kandidatët, me dyshimin se vota e tyre mund të jetë manipuluar dhe trafikuar të ndonjë kandidat tjetër brenda të njëjtit subjekt. Ilir Ali Mehmeti luftoi deri në fund për mandatin e deputetit të vetmin në listë të hapur të marrë nga PDHM në Tiranë me Jorida Tabakun, e cila në fund rezultoi me rreth 2000 vota më shumë. Me mendimin se vota për emrin e tij nuk është lexuar mirë, edhe Altin Goxhaj kërkon transparencë për numërimin e votave preferenciale. Në qarkun e Durrësit, Aulon Kalaja dhe Iliriana Kuçana kërkojnë të shohin me sytë të tyre nëse numëruesit kanë gabuar ose jo në leximin e votave për ta. Kalaja mori në qark 2120 vota, por të vetmet mandate në listat e hapura për koalicionin PDHM e mori Arjan Doja me mbi 1000 vota më shumë. Kuçana në zgjedhjet e 11 majit arriti të marrë vetëm 2524 vota preferenciale. Shkëlqim Shehu e humbi mandatin në qarkun e Kukësit për vetëm 60 vota, edhe pse Shehu mori 7944 vota. Mandatin e deputetit e mori Isuf Qela me 9004 vota, vota preferenciale, dhe për këtë ndikoi vota e diasporës, që ishte vendimtare në përcaktimin e emrit të fituesit të mandatit të dytë, PDHM në Kukës. Teksa kandidatët e Partisë Demokratike kërkojnë transparencë për veten e tyre, në një palë zgjedhje ku rezultati i PD-s ishte zhgënjyes për ta, socialistët janë të kënaqur me rezultatin historik si fitues të 83 mandateve në Kuvendin e Shqipërisë, paralelisht me Partinë Demokratike që dokumenton çdo rast, që mendon se ndikoi te vullneti i qytetarëve. Para dhe në 11 maj, edhe vëzhguesit ndërkombëtar të OSBE ODIHR ishin duke parë situatën dhe rastet e dyshimta. Përfaqësuesja e OSBE ODIHR gjatë prezantimit të gjetjeve të raportit paraprak për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, tha se zgjedhjet ishin konkurruese dhe u zhvilluan në mënyrë profesionale, por u zhvilluan në një klim të polarizuar dhe kandidatët nuk patën mundësi të barabarta, por kandidatët bën fushat në mënyrë të lirshme, pati raste edhe intimidime. Administrata zgjedhore menaxhoi procesin në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente. Votimi nga jashtvendit u menaxhua mirë, pavarësisht marrëveshjeve politike të arritura me vonesë dhe miratimit me vonesë të asaj iniciative. Partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i burimeve administrative gjatë fushatës. Pati edhe disa raste për presionin ndaj zgjedhësve dhe nënpunësve të administratës. Dy partitë kryesore dominuan mbulimin e lajmeve. Pati disa në mungesë të autoriteteve për të monitoruar fushatat zgjedhore online. Në Shqipëri, avazi i vjetër do të vazhdojë edhe në zgjedhjet e fundit. Pakica nuk pranon rezultatin, ndërsa shumica pritet të vazhdojë e pashqetësuar. Partia Demokratike pritet të ngrejë edhe më shumë zërin për vjedhjen e votave, ndërsa Partia Socialiste ka nisur të bëhet gati për qeverisjen në mandatin e 4.